Përshëndetje të nderuar miq të mi. Sot do të vim me një histori tepër prekse. Një histori që më besoni mua më ka tronditur. Jam i bindur që janë të pakët këto njerëz që Zoti i ka dhuruar në këtë univers për të bërë vepra kaq madhore. U martua në një shtëpi kjo vajzë e nderuar që ka shkruar rrëfimin e saj dhe përjetoi një tragjedi. Bashkëshorti i saj ndroi jetë dhe ajo kishte një kunatë për të cilën kujdeseshte, domethënë motra e burrit. Ishte e palëvizshme, por kjo vajzë bëri një vepër madhore. Dëgjoni se çfarë ka bërë. Pas shumë viteve dhimbje, varfëri dhe një martese të dështuar, jeta mu duk si kur po më jepte edhe një mundësi tjetër për të filluar nga e para. U martova me një burr të mirë, të qetë, të sjellshëm, të paktën kështu e besoja në atë kohë. Burri im kishte një familje të vogël por të thjeshtë. Një motër që sapo kishte humbur bashkëshortin e saj dhe kishte mbetur e vetme në këtë botë, në një karrocë invalidi. Ajo jetonte izoluar, pa askënd që ta ndihmonte, pa njerëz që t'i afroheshin dhe gjithë fisi apo gjithë fshati fliste se kishte shkuar jeta kot, në për spitale edhe në për vuajtje. Një ditë burri im më shikoi në sy edhe më tha: "A mund t'i japim një vend në shtëpinë tonë? Motra nuk ka askënd." Unë nuk e mendova dy herë. Zgjerova duart edhe me zemrën time i thash: "E dua si motrën time. Ajo është ime motër." Nuk doja që ajo të vuante, nuk doja që ajo të kalonte netët e saj e vetme, në gojën e njerëzve që thonin se ishte hallë, ishte barrë dhe askush nuk e donte. Dhe kështu, një mëngjes të ftohtë dimri, e sollëm në shtëpinë tonë. Të gjithë fqinjët u habitën. Disa madje qeshën pas shpinës time. Pse e merr në shtëpi? Nuk është puna jote ajo. Kjo nuk është familja jote, mos e bën këtë gabim ma bëni. Por unë nuk i dëgjova. Besoja te mirësia. Besoja se Zoti i shpërblen zemrat e pastra, edhe kur njerëzit janë të likë. Ditët e para ishin të trishta. Ajo nuk fliste shumë, buzët e saj nuk qeshnin kurrë. Karroca e saj ishte e vjetër e plasur si vetë jeta e saj. Unë i jepja ushqim me duart e mia. I laja trupin, i krihja flokët, i ndryshoja rrobat, i bëja shoqëri netëve kur nuk flinte nga dhimbjet e trupit. Dhe nga dal, ajo filloi që të më besonte. Ma bënte kur e pastroja: "Ti si e kunat, ti e motër." Më tha një natë me lotët në sy. E përqafova fort dhe u betova se në atë shtëpi ajo kur nuk do të ndihej e vetme. Por jeta ka mënyrat e veta mizore për të shkatruar njerëzit e mirë. Pas disa muajsh, burri im filloi që të ndryshonte. Nervoz, i ftohtë, ikte nga shtëpia gjatë gjithë natës dhe kthehej duke ngritur zërin për gjërat më të vogla. Në fillim mendova se ishte lodhja, pastaj mendova se ishte puna, por se dija se çfarë po fshihej pas kësaj. Ndërkohë kunata ime po përkeqësohej.
Duheshin ilaçe, kontrolla, ndihmë dhe unë e bëja të pamundurën. Derisa erdhi një natë kur mjekët më thanë: "Punata jote nuk ka shumë kohë." Dhe ajo e dinte, e kuptonte që po ikte. Dhe para se të mbyllte syt, me zë të dridhur më tha: "Të kërkoj një amanet. Mos më lë të vdes e vetme." Unë i qëndrova afër, ditë e net, pa gjumë, pa pushim, derisa një mëngjes të hirt ajo mbylli syt për herë të fundit duke më mbajtur dorën. Isha e shkatruar, në pjesën e zemrës time iku bashkë me të. Mendova që buri im do të më mbështeste, por ai nuk erdhi as në varim të modrës së vet. As një lot, as një fjalë, vetëm heshtje. Dhe në atë heshtje, unë fillova më të dyshoja. Disa javë më vonë, e vërteta doli në pa. Buri im nuk po ndryshonte nga dhimbja për motrën e ty, po ndryshonte sepse kishte gjetur dikë tjetër, një grua tjetër, një jetë tjetër. Ndërsa unë që sakrifikova gjithçka, që u bëra motër për një grua të thyer, mbeta vetëm pa njeri, pa mbështetje, me shtëpinë bosh edhe me lot të thatë. Një ditë ai mu kthye dhe me fjalë që më preu shpirtin më tha: "Ti u more me një të vdekur, ndërsa unë dua të jetoj." Ato fjalë më vranë më keq se tradhtia. Më hoqi gjithçka, shtëpinë ku kujdesa për kunatën time, sendet, çdo kujtim, dhe unë mbeta në rrugë, ashtu si ajo para se ta merja. Por para se të largohesha, unë shkova te vari i saj, u ula pranë dhe i fola: "Nuk e di kush po e paguan më shumë, ti që vdiqe apo unë që mbeta e gjallë. Por një gjë e di, unë nuk e tradhtova askënd." Dhe u largova me dhimbje, por me ndërgjegje të pastër. Sepse ka njerëz që kanë shpirtin aq të pasur sa s'krahasohen me asnjë tradhti, asnjë grua tjetër, asnjë njeri pa zemër. Unë humba gjithçka, por ajo fitoi një njeri që e deshti deri në fund. Dhe Zoti e di kush qeshi sot e kush do të qaj nesër. Kjo është historia që kjo zonjë me lot në sy e tregon kalvarin e vuajtjeve në jetën e saj. Ka bërë mirë, ka mbajtur kunatën, por burja ka kthyer me të keq.